o Zot, ja Rab, nëse ti thua që unë ta la edhe bukën, do ta la atë. Nëse ti thua që unë ta la edhe ujin, do ta la atë. Nëse ti thua që unë nuk lejohet me ngran, me pi asgjë 10 orë, 13 orë, 15 orë, sado që thua ti o Zot, deri në kohën që ti e ke caktuar, unë do t'i la të gjitha për ty ja Rab. Ti ai i cili mundesh, a nuk je ti i njëjti që mundesh me fal namazin, i cili të merë shumë më pak orë, shumë më pak kohë, a nuk jemi ne të njëjtit të cilët mundemi, ne mundemi, ashtu si që jam duke agjeruar me një jetë, me qëllim të pastër, ashtu më duhet një vendosmëri, sidomos në Ramazan, që une prej këtij Ramazani ma nuk do ta la namazin.